Piu esull një gotë hir për 30 ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Hira është një nga nën produktet që përfitohet nga prodhimi i djathit. Në varësi të teknologjisë së prodhimit klasifikohet në ëmbël dhe acide. Përgjithsisht, hira është acide dhe nën produktet që formohen nga prodhimi i djathrave të butë, ndërsa hira e ëmbël është rezultati i djathrave të fortë, si djathi feta, djathi i bardhë dhe të tjera. Përbërja dhe cilësia e hirës është e varur nga teknologjia e prodhimit të djathit dhe cilësia e qumshtit të përdorur, që në lashtësi ajo është e përdorur në mënyrë empirike për lehtësimin e disa komplikacioneve, siç janë problemet aparatit tretës, të lëkurës dhe mëlçisë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Me zhvillimin e teknologjisë ushqimore dhe njëkohësisht ndërgjegjësimin për produktet shëndetësore edhe më pak të përpunuara, hira është vendosur në qendër të vëmendjes si një produkt që premton në aspektin cilësor dhe padyshim atë ekonomik. Përbërësi kryesor është uji, i cili përfaqëson një volum prej 93%. Gjithashtu në përbërjet e saj gjenden pothuajse 50% të elementëve që gjenden te qumshti. Ajo konsiderohet një burim shumë i rëndësishëm i proteinës të tilla si alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, gjithashtu edhe elementë të tjerë ushqyes. Vlen të theksohet se beta-laktoglobulina, e cila gjendet në përbërjen e hirës, është një nga proteinat me vlera më të larta biologjike, 104%. Është gjithashtu një produkt e pasur me vitamina kryesore si ato të grupit B, veçanërisht B2, e cila është përgjegjëse për ngjyrën karakteristike të verdhë dhe nuancën jeshile të hapur. Vitamina B2 ka një rol tepër të rëndësishëm për metabolizimin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave në organizëm. Vitamina B2 ose riboflavina luan një rol esencial në zbërthimin e karbohidrateve dhe prodhimin e ATP-s, lëndë të cilat organizmi i përdor si burim energjie. Për sa i përket profilit nutritiv, hira e djathit është një produkt i pasur me aminoacide, metoine, cistine, lutein, valine dhe ndër aminoacidet më të rëndësishme të pranishme, të cilat janë të domosdoshme për një sër funksionesh metabolike ku vlen të përmendet ndërtimi i muskujve ose efekti i mbështetës ndaj sistemit imunitar. Në literaturë sugjerohet se konsumi i sasive deri në 1.5 litër hir është mjaftueshme për të siguruar sasinë ditore të nevojshme të aminoacideve esenciale. Përbërësit e hirës së ëmbël ose edhe hirës acide janë laktoza, proteina, kalciumi, fosfati, gjithashtu edhe sasi të mira të elementëve të tjerë ushqyes. Aktualisht ekspertët tregojnë se hirën mund ta konsumoni edhe të miksuar me lëngje të frutave ose të perimeve, në produktet e fermentuara, në pijet e gazuara, duke qenë një produkt me element shumë ushqyes është i rekomandueshëm për të gjitha grup moshat. Përmbajtja e sasive të konsiderueshme të laktozës dhe vetive anti-kapslëk e bëjnë atë një produkt vërtet të rekomanduar kryesisht për të vegjëlit. Njëkohësisht edhe përmbajtjet e kalciumit, fosforit e bëjnë atë një nga produktet më të rekomanduara për të gjitha moshat. Falë vitaminave, kalciumit, aminoacideve dhe elementëve të saj ushqyes, hira mund të cilësohet gjithashtu si një zgjidhje shumë e mirë efektive në pastrimin e organizmit dhe parandalimin e komplekseve të tij. Hira do ta pastrojë ndjeshëm mëlçinë dhe do të detoksifikojë trupin tuaj në tërësi. Hira njëkohësisht nuk përmban gluten dhe mund të përdoret edhe nga ata personat që janë intolerant ndaj glutenit. Gjithashtu, hirën mund ta kombinoni në forma të ndryshme. Për të bërë 1 kg hirë do ju duhen 10 litra qumësht, 9 prej të cilave do të dalë hira dhe 1 litër do të dalë djathi. Është pikërisht ky lëng i cili kur kullohet qartësohet dhe quhet magjik. Sipas të dhënave të Healthline, hirën e krahasojnë me qumshtin e gjirit për shkak të vlerave të jashtëzakonshme ushqyese që ka në studime të cilat tregojnë se ajo është mjaft e rëndësishme për t'u përfshirë në dietën tuaj të përgjithshme. Pioneri i kërkimeve për sistemin imunitar,
Elie Metinkov, njëkohësisht fituesi i çmimit Nobel në psikologjinë e mjekësisë në vitin 1908, e ka vlerësuar së tepërmi futjen në dietën e përditshme të hirës. I quajtur ndryshe babai i imunitetit mes natyrales, Metinkov ka thënë se hira ka një efekt të pakrahasueshëm në sistemin gastrik. Jetëgjatësia dhe mosprekja e banorëve nga probleme të ndryshme i cilësohet tërësisht përdorimit të këtij produkti, duke cilësuar atë si një zgjidhje mjaft efektive në rritjen e përfitimeve të shëndetit. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu dhe nga të vegjëlit. Të vegjëlit mund ta kombinojnë atë me lëngje të freskëta të frutave dhe ta marrin në sasi të vogla derisa të mësohen me shijen dhe të nxisin një organizëm në bazë të vlerave të saj. Një studim ka treguar se përfshirja e hirës në dietën tuaj do të rezultojë me marrjen e 16 lloje të proteinave, po ashtu edhe 8 minerale, vitamina kryesore të grupit B, aminoacide, enzima dhe shumë elementë të tjerë të shëndetshëm. Është pikërisht kjo përmbajtje e saj që ka të bëjë edhe krahasimin me qumshtin e xhirit. Pija magjike ndihmon edhe në periudhën e prekjes nga problemet të kockave dhe osteoporoza, pasi i furnizon kockat me ushqyesit e nevojshëm. Ndërsa atyre që u pëlqen sporti në vend të kokrave energjike që marrin, mund të përdorin pikërisht këtë pije. Kjo për faktin se ato përmbajnë proteina që japin energji muskujve dhe të gjithë trupit tuaj në tërësi. Hira mund të përgatitet edhe vetë në shtëpi. Zjeni 1 litër qumësht e kur të vijë në vlim e sipër, hidhni 1 pikë limon që të pritet, e lini të ftohet dhe ndani veç lëngun e tejtukshëm që ngjitet sipër. Pra hira që krijohet, hidheni në një shishe qelçi dhe konsumoni atë fillimisht nga 1 gotë në ditë. Pjesët që do të mbeten prej saj mund të përdoren edhe në përgatitjen e recetave të ndryshme dhe gjithashtu edhe për të sjellë vlera të mira ushqyese. Hira është e mirë për shëndetin e mëlçisë. Sipas të dhënave të botuar në revistën Clinical Nutrition, tregojnë se hira ndihmon fort në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të mëlçisë së dhjamosur dhe sëmundjeve të zemrës. Pas vetëm 4 javëve të shtimit të produkteve të hirës në ushqim, të dhënat kryesore të yndyrnave të gjakut të përmirësuar në mënyrë të fortë te pjesëmarrësit. Përdorimi i hirës ul ndjeshëm sasinë e yndyrnave brenda qelizave të mëlçisë së dhjamosur. Ekipi mjekësor i Universitetit të Lozanës në Zvicër ka cituar se përfshirja e proteinave të hirës në dietën tuaj mund të jetë efikase në luftën kundër komplikacioneve të mëlçisë. Hira gjithashtu është një zgjidhje shumë e mirë për pastrimin e gjakut. Megjithse nuk japin të gjithë vëmendje mëlçisë, hira është e rëndësishme për pastrimin e gjakut, duke pastruar kimikatet të dëmshme nga toksinat. Sipas shkencëtarëve, ka një lidhje mes problemeve të mëlçisë së dhjamosur dhe cilësisë së gjakut. Pasojat sjellin probleme të metabolizmit të lidhura ngushtë me nivelin e lartë të triglicerideve dhe kolesterolit të keq. Hira është gjithashtu e mirë për mbajtjen e trupit në formë. Është fakt i njohur se proteina ndihmon në mbajtjen e formë të trupit dhe nën kontroll. Ajo është ushqyes që ngop më shumë organizmin nga të gjithë të tjerët. Në mjaft studime, ngrënia e proteinave në masën 25% të konsumit të kalorive ul me 60% urinë për të ngrënë. Studimet kanë treguar se zhvendësimi i burimeve të tjera të kalorive me proteina të hirës, të kombinuar me aktivitet fizik, mund të sjellin ulje peshe prej 3.5 kg në mënyrë krejt natyrale për 3 muaj. Dhe kjo duke mbajtur ekuilibrat e masës muskulare sipas kërkimeve. Nëse jeni duke u përpjekur për të humbur në peshë, atëherë një shtojcë e proteinave me hirë ju ndihmon të mbani trupin në formë dhe të ruani masën e çmuar muskulare. Hira mund të përdoret si nga të rriturit ashtu edhe të vegjëlit. Kombinimi i saj edhe me lëngje të frutave mund të jetë një alternativë e çmuar në dobi të shëndetit edhe në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj sigurohuni që dietën tuaj ta pasuroni me hir cilësore dhe për të ndikuar pozitivisht gjithashtu edhe në vlerat e shëndetit tuaj të përgjithshëm, citon studimi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.